të rinj, të adoleshentët, fëmijët, që prodhojnë një mjedis krejtësisht civil përballë protestave agresive të Partisë Demokratike me molotov, me djemë të rinj, me kapuç të zinj që të mos i kapin kamerat e policisë e kështu me radhë. Pra në këtë kuadër unë besoj që kishte një lloj ndjesie xhelozie nga ana e opozitës, e cila nuk mundi t'i nxirrte në shesh qytetarët përveç mbështetësve të saj, dhe ky lloj, nëse do ta quajmë bojkotin, ishte justifikuar me faktin që kishin një narrativ të tipit që shqiptarët nuk protestojnë më, nervi është vrarë, nervi ka vdekur, se shqiptarët janë dele, se nuk u ndjen më nëse vidhen, nëse mashtrohen, nëse gënjehen etj, por fakti tregoi që nëse ka një kauzë të caktuar, nëse ata vetë bëhen bashk, nervi nuk ka vdekur. Por mendoj që Partia Demokratike është duke e marrë kthesën për të mos krijuar një lloj konflikti me këtë protestë qytetare, pasi do të ishte një bumerang, do të ishte një gur që do t'i binte rënd mbi kokë, pasi një parti që është dyndur me gaz blotësjellës dhe është dhënuar sistematikisht nëpër protesta në përplasjet e saj të dhunshme me policinë, duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë, nuk mund të pozicionohet kundër një proteste qytetare e cila kërkon gjithashtu dorëheqjen e qeverisë. E qartë, nëse pati një kosto le të themi për opozitën apo ju kthye në bumerang siç e thatë ju, të gjitha mos reagimet e vakta apo reagimet në mbështetje të projektit dhe investimi që do bëhet në Zvërnec, ku qytetarët ju përgjigjen me një protestë përpara dhe selisë Partisë Demokratike. Por retorika e qeverisë si po ndikon tek protestuesit? Kemi një dorë të shtrirë nga ana e kryeministit Edi Rama për dialog, nga ana tjetër thotë për sa kohë jam unë, ky projekt do të bëhet, pra sa vlen dialogu në këtë rast nëse ka një vendim të marrë. Sot deklaroi Gati Vati në samitin e BE-s dhe Vedheve të Ballkanit Perëndimor që projekt nuk ka, ashtu siç deklaroi dhe në intervistën e CNN. Pra, kjo retorik po ndikon në qetësimin e situatës apo po e shton zemëratën e qytetarëve? E para, mos prisni që një qeveri të jetë dakord me protestuesit. Në asnjë vend botës, asnjë qeveri, asnjë lloj proteste nuk mirëpritet nga qeveria, sepse në fundit protestuesit janë ata që e gjuajnë qeveri. Diku e gjuajnë me fjalë, diku e gjuajnë me akuza, diku me britma, diku me gur, diku edhe me molotov, apo me mjetet e tjera të dhunshme. Ndaj është e logjikshme që qeveria tjetë kundër opozitës, kundër protestës, sepse protesta adresohet kundër qeverisë. Rama në fakt e nuhat kur protesta mund të përshkallëzohet si një lëvizje qytetare, e ka bërë këtë me protestën kundër mbetjeve kimike që do të vinin nga Irani, nga Siria në 2013, e ka bërë me protestën e studentëve 2017-2018 dhe nxitoi ta bënte shpejt sapo pa protestën e dytë për Zvërnecin. Por ajo që ndryshon është që Rama i ftoi ata të bisedonin në kushtet kur ende nuk ka se me kë bisedon, pasi protesta nuk ka ende siç thash pak më parë, nuk ka një grup, nuk ka një kokë, nuk ka një përfaqësi, por mbi të gjitha i ftoi të bisedonin për policin që ushtroi dhunë ndaj një protestuesi, të bisedojnë për mjelmat. Po, ju dha të drejt protestuesve, pra këto ishte kërkesa legjitime sipas të protestuesve dhe arsye të mjaftueshme. Ndërkohë protesta ka marrë dimension politik tashmë. Dhe unë nuk mendoj që edhe ata që tani për tani janë thjesht në rolin e menaxherëve të kësaj lëvizjeje, do mund të kthehen mbrapsht për të diskutuar me qeverinë planin rregullues të territorit të Zvërnecit. Pasi besoj që nuk është ky misioni tashmë i tyre. Dhe për të ndalur tek kërkesat që kanë artikuluar grupi nismëtar i protestuesve, plot 5 të tilla, dorëheqjen e kryeministrit, shfuqizimin e paketës së maleve, anulimin e ndryshimit të bëra në ligj për zonat e mbrojtura, ndryshimit të ligjit për trashëgiminë kulturore dhe shfuqizimin e statusit që lidhet me investitorin strategjik. Sa legjitime janë në optikën tuaj të gjitha këto kërkesa dhe a mund të ketë një realizim të tyre, pra mund të ketë një kosto politike për të gjithë qeverinë e kryeministit Rama nëse vijojnë të tilla? Unë mendoj që
Nëse realizohet e para, dorëheqja e qeverisë kanë mbaruar të gjitha. Këtu nuk bëhet më fjalë për kosta, nuk bëhet fjalë. Dorëheqja e qeverisë nënkupton kapitullimin dhe fundin e protestës, sepse të tjerat janë dytësore. Këtu besoj që kërkesa për dorëheqjen e qeverisë nuk është thjesht të largojmë një qeveri dhe të zëvendësojmë një tjetër, por do duhet po flasim në mënyrë hipotetike tani, po unë nuk besoj që Rama do dorëzohet. Për të shkuar drejt një agjende të cilën e ka artikuluar më herët opozita, por nuk ja ka dalë ta realizojë, për të ngritur një qeveri kujdestare, një qeveri teknike që të punojë për zgjedhje të parakoshme, por jo zgjedhje me këtë ligj, jo zgjedhje me këtë infrastrukturë, pra një qeveri që të përgatisë terrenin për një proces krejt tjetër që vendi të realizojë një proces zgjedhor ndryshe nga ato të deri tanishme. Nuk ka ende asgjë të qartë në këtë drejtim se çfarë do të kërkojë protesta dhe ku do të orientohet dhe kanalizohet energjia njerëzore që ajo posedon aktualisht. Për thënë vërtetën, është protesta me shumë energji që ka qenë ndonjëherë, pasi protesta e studentëve ishte thjesht një protestë rinore që u mbyll në një marrëveshje për dyshek dhe pjata, ndërsa kjo protestë ka brenda jo thjesht studentë që kërkojnë kushte më të mira në konvikt dhe në auditore, por që kërkojnë kushte më të mira politike për një vend që është në proces negociatash me Bashkimin Evropian. Kërkesat e tjera pastaj janë thelbësore në raport me menaxhimin e territorit dhe që në fakt kanë shërbyer edhe si instrumenta për të ushqyer korrupsionin. Ligji i investimeve strategjike është padyshim një ligj i cili ka pasoja të rënda, pasi ka shërbyer për të dhuruar njerëzve të afërt pushtetit, sipërmarrësve të ndryshëm, hapësira territore në bregdet që janë pronë e shtetit dhe i kanë marrë pa asnjë qindark për investime turistike, por që në fakt kanë bërë investime tregtare, duke ngritur aty vila dhe apartamente e duke i shitur dhe ku turizmi nuk i shërbehet askund. Paketa e maleve është një nismë që ligjërisht është për mendimin tim shumë e mirë në raport me idenë e zhvillimit, por sinjalet janë që aplikuesit që ofrohen për të përfituar nuk janë banorët e maleve, por janë banorët e qyteteve. Çështja e ndryshimit të ligjit për zonat e mbrojtura është një çështje thelbësisht e rëndësishme për shkak se ndryshimet që u bën në vitin 2024 i hapën rrugë investimeve brenda zonave të mbrojtura, por që nëse ligji zbatohet të paktën ashtu siç është shumë ndryshe, por në kushtet kur ligji dhe malici janë dy gjëra të ndryshme, ai mund të krijojë precedent për dëmtime dhe për leje preferenciale për të investuar në mjedise natyrore ku janë absolutisht shumë të rëndësishme peizazhet dhe biodiversiteti. Kështu që mendoj që ato janë probleme që janë adresuar pozitivisht, janë adresuar saktësisht, sepse janë të gjitha çështje që do duhet të ishin nënshtruar një diskutimi apo debati publik, por që nuk kanë ndodhur. Gjithsesi këto janë amendsime sepse është thjesht një grup i madh për hir të vërtetës protestueshës që ka vetëm 4-5 ditë që është në rrugë dhe asnjë qeveri nuk i nënshtrohet presionit qytetar për një javë, por ka patur, kemi rastin e Serbisë, por është protestuar për muaj e muaj me radhë dhe ku në fund rezultati ka qenë asgjë.